Arditi ka qenë një nga banorët më të drejtpërdrejtë dhe më të pakompromis në Big Brother Kosova, por shpërthimi i tij i fundit ndaj banorëve shënoi një pikë kthese në dinamikën e shtëpisë. Me shprehje të forta si s'më ha, s'më plas, s'ma ni për ju dhe me akuza të drejtpërdrejta se ju nuk dini të hapni një temë dhe të flisni me mua, Arditi tregoi hapur lodhjen, zhgënjimin dhe revoltën e tij ndaj mënyrës se si po zhvillohet komunikimi brenda shtëpisë. Ky nuk ishte thjesht një shpërthim nervash, por një reagim i grumbulluar me kohë. Arditi prej ditësh ka dhënë sinjale se nuk ndihet i kuptuar dhe se debatet në shtëpi, sipas tij, janë sipërfaqësore, të përsëritura dhe pa thelb. Ai kërkon përballje mendimesh, argumente, tema reale, ndërsa përballet vazhdimisht me sulme personale, ndërhyrje dhe zhurmë pa përmbajtje. Pikërisht kjo e ka çuar në atë pikë ku fjalët i dolen pa filtr. Shprehjet e tij mund të duken të ashpra dhe jo të këndshme për publikun, por ato pasqyrojnë një gjendje të brendshme. Një njeri që ndihet i izoluar mendërisht mes një grupi që nuk e ndjek ritmin e tij të menduarit. Arditi nuk kërkon patjetër pajtim, por kërkon respekt në debat. Ai dëshiron të flitet ballë për ballë, me argumente, jo me insinuata dhe provokime të zbrazta. Në Big Brother Kosova, presioni është i vazhdueshëm. Kamerat, mungesa e privatësisë dhe përplasjet ditore i çojnë banorët drejt limiteve të tyre emocionale. Arditi arriti pikërisht në këtë limit. Kur ai thot s'ma ni për ju, nuk është se nuk I intereson loja apo njerëzit, por se ka humbur durimin për mënyrën se si po trajtohet dhe si po zhvillohen diskutimet. Reagimi I tij gjithashtu nxjerr në pa një problem më të madh brenda shtëpisë, mungesën e dialogut të vërtetë. Shumë debate nisin për zhurmë, për kamera, për protagonizëm dhe jo për të kuptuar tjetrin. Arditi, me gjithë tonin e tij të ashpër, kërkon pikërisht këtë, të hapen tema, të flitet me përmbajtje dhe të mos fshihet gjithçka pas thirrjeve dhe ndërprerjeve.